Në 8 maj do të bëhet testi I parë I uljes së aviacionit në pistën e aeroportit të Vlorës, I cili është në fazën finale të punimeve dhe që së fundmi ka marrë miratimin e shoqatës ndërkombëtare të transportuesve ajror. IATA ja ka akorduar Vlorës kodin e saj dhe është VLO. Lajmi u bë ditur gjatë firmosjes së marrëveshjes mes kompanisë ushtarake shtetërore të Shqipërisë Kajo dhe asaj izraelite në fushën e mbrojtjes Elbis System Ltd për themelimin e Akademisë së Aviacionit. Kryeministri Rama e cilësoi një hap të rëndësishëm në funksion të mbështetjes së aviacionit civil, duke ritheksuar ambicien e qeverisë për të rilindur industrinë e mbrojtjes dhe atë të prodhimit ushtarak. Jemi shumë optimist, kemi partnerët dhe aleatët e duhur, Izraelin, por edhe Shtetet Bashkuara, patjetër edhe Turqinë, që është një aleat strategjik I yni, dhe ne jemi duke punuar intensivisht në disa drejtime. Më herët në një takim që zhvilloi me studentë pedagog të qytetit bregdetar, Rama se fsheu ambicien e tij për ta kthyer Akademinë e Aviacionit në një qendër rajonale, ndërsa paralajmëroi të tjera marrëveshje edhe në industrinë tetare. Me Finkantierin e Italisë për të rivitalizuar kantierin e mirëmbajtjes dhe të ndërtimit të anijeve në Vlorë. Ndërsa në orët e pasdites në 2 takime elektorale që zhvilloi, Rama shpjegoi edhe një herë rëndësinë që ka vota e grave në këto zgjedhje. Ata na qepen, aq më shumë ne I shqepim, sepse vetëm me gratë e pararojës ne mbushim më shumë një sallë si kjo se sa ata tjerët me të tërë kashtën e koqet e tyre. Një mesazh adresoi edhe ndaj burrave vlonjat të cilëve u kujtoi se investimet e bëra në këtë qytet te I kalojnë çdo punë të bërë nga qeveria në çdo bashki të Shqipërisë. Sipas kryeministrit, vetëm në qarkun e Vlorës, qeveria ka investuar 1.27 miliardë euro.